e çka me ata votues fëmijë që në ndërkohë i moshin 18 vjetë edhe jetojnë jashtë aty qoftë aty i ka shtiti kush në listë, ata nuk janë listë. Deri ditën e votimit me kur i vjen ajo në atje me 19 në ndora, që bjen. Ajo, na me nomë, deri me 8, 7. Shqipni sa letë është ata që kanë heqë dorë nga shtetësia, edhe shumë e drejtë, shumë shpejt hiqen edhe nga lista. Ata që e fitojnë drejtën e votu, jo ata pak ma nga datë shkojnë me lejë. Jo, i nga ta ndishtë një herë, kanë kalë një Jo, ndërrumë ata janë në mënyrë automatike të futur në listë. Po kohë e shkurtër, pa mundëson regjistrimin e tyre për votu jashtë vendit. Sa i përket dallave tjera, janë kryesisht operacionale teknike lidhur me çështjen e organizimit të votimit jashtë vendit, me shtypjen e preventive edhe afate tjera kurore lidhur me mundësinë që sot e kanë subjekt politike dhe për zëvendësimin e komisionerëve të angazhuar në vend votime, por edhe në këtë rast të vëzhguese për komunat ku do të kemi rand të dy, por kanë mundësi të bëjnë plotësime dhe ndryshime të këtyre listave që i kanë dërguar. Njëherë për votuesit me nevoja të veçanta, do të rikonfirmohen listat të cilat atyre që kanë aplikuar gjatë rundit të parë të zgjedhjeve, por të mundësohet të tjerë për të regjistruar gjatë kësaj kohe për votim nga shtëpi përmes ekipeve mobile. Sa i përket votimit jashtë vendit, ajo është e përcaktuar edhe me ligj për zgjedhje të përgjithshme edhe me rregullorën zgjedhore për listën votuese jashtë vendit, pra të njëjtit votues që janë regjistruar në fillim do të ketë të drejtën për të votuar në raundin e dytë të zgjedhjeve në atë pra nuk do të ketë mundësi shtesë për regjistrim, sepse kështu është e normuar dhe rregulluar në lesa sa metodën sekondare dhe ligjin për zgjedhje të përgjithshme. Këto janë rekomandimet e afatit kohë për saktimin për aktivitetet zgjedhore. Rekomandoj që bëra. Përndet edhe ne ka dikush diçka Faleminderit mësues. Është një pyetje teknike për shërim edhe nuk për bëjt për vete, për më shumë për votues të publikut. Shtrohet pyetja vazhdimisht e çka me ata votues fëmijë që në ndërkohë i moshin 18 vjetë edhe jetojnë jashtë aty qoftë aty i ka shtiti kush në listë, ata nuk janë listë. Nuk janë listën e votimit të rregullt, siç kanë pas 18 vjetë. Deri ditën e votimit me kur i vjen ajo në atje me 19 në ndora, që bjen. Ajo, na me nomë, deri me 8, 7 i mushin 18 vjetë. Çka bëhet me ata? Mirë është mes sharuar, a është unë nuk e kam atë problem se unë e kam drejtën e votës, po ata e fitojnë drejtën e votës. Edhe vinur mirë. Le të bëjmë sete. Vajani qartë edhe ata e dëgjojnë. Se kopik i faleminderit. Po, fatmirësisht edhe këtë çështje kemi trajtuar me rregullat zgjedhore për limin e listës votuese dhe kemi parapasur personat që mbushin 18 vjet, ose edhe praktika të Komisionit të Knesses. Kemi parapasur ata që mbushin 18 vjet do të përfshihen në listën përfundimtare të votuesve, që është nuk është numër shumë i lartë, por do të përfshihen në listën përfundimtare të votuesve për raundin e dytë të zgjedhjeve. Ata që jetojnë jashtë që mbushin 18 vjet gjatë kësaj kohe, kanë mundësi në orë dhe sekte votimi në vendit, do të jenë në listën votuese. Ndërsa persona që për gjatë kësaj periudhe kohore kanë ishtuar nga shtetësia e Kosovës, do të largohen ose kanë mbuar jetë, do të largohen nga lista votuese, por rekomandimi do të vijë ndërkohë sot gjatë ditës besoj, derisa të përgatitet gjitha materialet dhe për kthehen. Shikni sa letë është ata që kanë heqë dorë nga shtetësia, edhe shumë e drejtë, shumë shpejt hiqen edhe nga lista. Ata që e fitojnë drejtën e votu, jo ata pak ma nga datë shkojnë me lejë. Jo, i nga ta ndishtë një herë, kanë kalë një Jo, ndërrumë ata janë në mënyrë automatike të futur në listë. Po kohë e shkurtër,
pamundson regjistrimin e tyre për votu jashtë vendit. Kjo është arsyeja pse ata do mundën me votu këtë herë, megjithëse sa voti është shumë i shkurtër. Mirë, nëse shikoj diçka tjetër. Jo. Unë e hedh votim kush është për. Ata në një votator, mira votim, e presidorë për rrugën e vitit Çështja e shpalljes së rezultateve përfundimtare edhe shqiptimi i tyre që pasoj, konsiderojmë që është shumë e nevojshme që kemi përgjigje dhe këtë zopës së Supremës, por në anën tjetër edhe një përgatitje të raportit për anës së sekretariatit lidhur me secilin komun, prej departamentit prej zyrës ligjore këtë rast, një tabel, një raport për secilin komun veç e veç me pas se ku kemi ankesa dhe ku nuk kemi ankesa, që t'i hapet të rrugë që shpalljes së rezultateve përfundimtare. Mos presim për një komunë që mund të jetë e vogël apo për dikun që mund të pasë shumë ankesa e për disa të tjera që nuk ka hiç, me britë dhe me shtyp këtë rast të shpalljes së rezultateve përfundimtare. Konsiderojmë që kështu kemi vepruar në zgjedhjen e parë të ministrënites, kur në mënyrë grupore, pra 4-5 komuna i kemi shpallur veç e veç në mënyrë që t'i hap për rrugë edhe me definu gjahat me pas malekë dhe organizimin, këtë rast dhe për votimin jashtë Kosovës, por edhe për shtypjen e flet votimeve brenda vendit dhe organizimit tjera, aktivitete tjera që duhet bërë. Prandaj, konsideroj që është e nevojshme një kërkesë këtë rast për këto dy institucione. Veç më shkurt, se kjo na duhet dhe ditë që a ka sot mbledhje lidhje me këtë, nëse duhet me shpallë rezultat përfundimtar dhe sot, nëse nuk ka diçka tjetër. Jo vetëm ditët për dhe orët dhe minutat e të rëndësishme sidomos për komunat në të cilat dihet tashmë që jo shkojnë në balotazh, shkojnë në rënd dytë dhe sa më herët që ne i përfundojmë procedurat tona, shpallim rezultatet përfundimtare, rrjedhin afate tjera dhe më herët mund të fillojnë ato komuna dhe përgatitjen pastaj. Edhe ta kemi qartë na për arsye organizative këtë çështje. Kështu që sot na duhet me ditë a duhet me ne të kthej, apo nesër, pas nesër, kur do që mund të ketë mbledhje, është mirë me na majtë informuar, që t'i kryjmë këto veprime tona operative me kohë. Prandaj kryetaru në mendoj për shkakun që duhet kryen veprimet e duhura, ndoshta gjatë ditës sotme, e mas largu nesër, i shpallim të pjesshme rezultate përfundimtare të kushtemeve.